Ditën e sotme Luizi na ka postuar një super moment të bukur të Lunushit. Ajo shfaqet duke luajtur në një qen të mbyllur lojrash këto vende për Lunën dhe çdo fëmijë janë të preferuarat, por Lunushi zbavitet pafund, por Luizi e kon gjithmonë në qendër. Lojrash një moment që është e kapur dhe shumë i bukur është kur Lunushi kërcen dhe shkon të hecëja prej llastike ku është e sigurt dhe e rrethuar me rrjet apo stafat për mos t'u vrarë nëse ajo bie nga hedhja dhe fillon të luaj. Ky moment i ka bërë përshtypje dhe Luizit pasi ai thoshte që Lunushi këtë loje e ka pëlqyer që e vogël, por tashme është e rritur dhe nuk kërkon me suportin tim si prind, por ajo gjithmonë merr guximin dhe tenton t'i bëj gjërat vet ashtu siç kam bërë unë, shprehet Luizi ska. Nga me ngjajt i kanë gja babës së vet, kjo e bën Luizin të ndihet krenar, jo se Luna merr guximin të luaj vet, por që është kopja e tij dhe e kopjon atë në çdo lloj mënyre të mundshme, ndërsa me mami Kiaren kemi relata të tjera. Ajo shprehet se për kujdesjet estetike i ka shumë qejf, edhe shopping, ndjehet tepër e lumtur, janë kaq shumë gjëra, muzika, arti, mënyra se si ushqehet, lojrat që ajo bën, çdo pikë nxjerr në pa ngjashmërinë e Luzit. Kur babi Luizi del në skenë, Lunushi përshndrohet dhe fillon të qeshme të duke lëvizur trupin në mënyrë që të kërcej. Kur del me makine kërkon të qëndroj në timon pranë babit, kur shkon të lojrat kërkon vëmendjen e tyre. Lunushi ka një botë sa të bukur, aq edhe paqësore. Ajo është një fëmijë i dëgjuar sipas Luizit, ajo bindet edhe pse është pak trazovace. Ne i urojmë Lunushit jetë të gjatë e qofshin gjithnjë të bashkuar pranë njëri tjetrit, duke gëzuar e luajtur të bashkuar. Shikim të këndshëm në vijim. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.